E unë jam kjo Rozafa, fotografe e poete, që e sjalli Shkodrën nëpërmjet fokusit aparatit tem. Secili e shef ndryshe qytetin e vet, secili e shef diçka të veçantë, secili mundohet me pru ndryshe. Edhe një artist është i vërtet kur sjell atë që nuk e shef kalimtari i zakonshëm. Se në qoftë son do të bi diçka që e shef çdo kush, ai nuk është më art. Është një realitet i përditshëm. Sa ma i veçantë jetë shikimi një personazhit, apo dora që ndoshta pin një cigare apo dradh një cigare, apo hapi i një personazhi tjetër në rrugë, në atë kaldremin me shinjë etj. Pra, unë punoj shumë me detajin e fotografisë. E të njëjtin fat ka dhe poezia jeme. Edhe në poezi unë punoj shumë me detajin. Edhe kjo ndërkallja e poezisë me fotografin, mund mban ndoshta me kenë pak ma e veçantë e pak ma ndryshe.